Nuk më intereson nëse askush nuk duart troket për mua. Prap, jam krenar për veten që kam arritur të dal nga vende të errta ku askush nuk e dinte që isha ngecur, që kam qenë i mirë kur kisha çdo arsye të mbyllesha, që kam falur njerëz që kur nuk kërkuan falje, që kam qenë aty për të tjerët kur mezi kisha energji të isha aty për veten, që vendosa kufin dhe më në fund zgjolla veten. Kam kaluar ferrin në heshtje, kam buzëqeshur në përdhimbje, jam shëruar në qetësi dhe tani po ec drejt gjithçkaje që e meritoj.